Zonja dhe zotrinj, jemi së bashku në edicionin informativ këtu në ekranin e Blu Televizion. Do të ndalemi tek zhvillimet e kësaj dite. Duke nisur me instat muajve të dimrit, produktet e shportës kanë pësuar rritje të çmimeve, e cila varion nga 2.5%, çka është një kosto veçanërisht për pensionistët. Për te intervistave të mikrofonit të Blues, pensionistët janë shprehur zhgënjyes, pasi sipas tyre as indeksimi i pensioneve nuk e përmirëson situatën ekonomike, teksa thonë se sa më shumë rriten pensionet, aq më shumë rriten dhe çmimet. Referuar të dhënave më të fundit nga Instat edhe për gjatë muajve të dimrit, produktet e shportës kanë pësuar një tjetër rritje të çmimeve, e cila varion në 2.5%. Kjo është rritja e disajt që ndodh thuajse në çdo stin të vitit, kur edhe produktet që janë të stinës vinë me një çmim më të lartë. Pensionistët e Vlorës janë ata të cilët e vuajnë më tepër këtë gjë, pasi me pensionet që marrin tregojnë se nuk përballojnë dot shpenzimet më minimale të jetesës. Sipas pensionistëve, as indeksimi i pensioneve nuk ka bërë punë për të përmirësuar situatën ekonomike, teksa thonë se sa më shumë rriten pensionet, aq më shumë rriten çmimet. Duhet të ngremë akoma më tepër. Se jemi pensionist edhe nuk del llogaria, çfarë thotë gjyshi tyja. Gjatë në rritje, kaq. Shpenzimet edhe bukën me zi e ham. Unë kam qenë naftar, edhe marrin 137.000 leka. Rritja ka vajtë 180.000 leka. 2%. Po që komesosh me 180.000 leka? Që të komesosh drita, uja, gasa, kaj të falë për një. Është ma vri fare. 900.000 lekë pension marrin. Po të tëra ka ndryshime kanë. Të tëra janë treg, të tëra ndryshime kanë. Rritje çmimi kanë. Abuzojnë shumë me çmimet. Po na tregtarët ata s'kan as kontroll i sa duan. Me zi shty javën, një javë. Po të tëra kanë rritje to. Që tëra me, që na domati na spesa. Vetëm merr 1 kg pesh 1.000 leka. Qa bësh, tëra rritja. Po qa bre gjatë vogle ja. Bloj 1 kg pesh, za gjatë vogle, po 1.000 lek kilja. Çmimet e majtë keqe. Qa ka një pension nuk delet. Me të keq, me të keq shumë. Sallat jeshile, as domate nuk i mora, as patate. Ishe qik e kripur, kur thamë. Rritet pensioni, rriten çmimet. Vete në dyqan, në supermarket apo në një dyqan në heve, i rrit 100 lek në ditë për ditë, sa erë që vete. Shumë e përballueshme, nuk përballohet. Drejt vdekjes po ikim. Pensioni është s'është gjë, jemi duar për pjetë. Çmimet, shumë mirë, na pëlqejnë shumë, për ne pensionistët e ka bërë qeveria mirë fare ka bërë. Të vazhdojnë akoma më shumë, të ushqejnë fëmijët e tyre qa kanë, ne të vuajmë. Qarë pensioni marru? Marë 300.000 leka, i marë ilaçe me gjithë plak. Qa të marë këtu? Vi këtu, iki, s'ka. Së marë të marë shti qepa 2.000 lek, helmi. 2.000 lek, marë, qepe njën. Barishti, nuk ka kupta. Shumë. Qa përpërsimi ma vëlla? A i këte i jepen me 2 duart i mirë, me 1 i jep me 2 i mirë. Kaq. Po, vut, kjo është e tëra. Po që të thua qërë? Ka me letë në jo spinaci atje, 2.500 lekë. Dhe të themi, është? Sipas edhe Instat, në argumentimin që jep për rritjen e çmimeve për gjatë të dimrit, theksohet se impakt në rritjen e këtyre çmimeve ka patur edhe rritja e pagës minimale, por edhe indeksimi i pensioneve. Pra muaj i shenjtë i Ramazanit, Muftiu i Vlorës Ardit Hoxhullaku ka përsjellë një mesazh urimi dhe reflektimi për të gjithë besimtarët vlonjanë dhe shqiptar. Muftiu e quan këtë muaj të bekuar, duke cilësuar atë si një periudhë të lehtësimit shpirtëror, begatisë dhe afrimit me Zotin. Pragnisja e muajit të shenjtë të Ramazanit, Muftiu i Vlorës Ardit Hoxhullaku ka përcjellë një mesazh urimi dhe reflektimi për të gjithë besimtarët, vlonjatë dhe shqiptar. Për Blu Televizion, Hoxhullaku ka theksuar rëndësinë e këtij muaji të bekuar duke cilësuar atë si një periudhë të lehtësimit shpirtëror, begatisë dhe afrimit me Zotin. Sipas tij, Ramazani është muaji i solidaritetit me njëri tjetrin, i sakrificës, përkushtimit dhe ndihmës ndaj atyre që kanë më shumë nevojë. Ai ka ftuar besimtarët ta shfrytëzojnë këtë muaj për reflektim, përmirësim personal dhe forcim të lidhjeve familjare dhe shoqërore. Me rastin e ardhjes së muajit të begat të Ramazanit, uroj të gjithë besimtarët e Vlorës, por edhe me Gjër, të jetë një muaj i lehtë, i begat dhe plot dashuri.
Ky muaj është muaj i solidaritetit, është muaj i ndarjes së lumturisë me njëri tjetrin, është muaj i sakrificës. Është muaj i kthimit në veten e vet njeriu, për të edukuar egon e tij, për të edukuar ato emocionet e pa frenuara të cilat tashmë kjo dynja i ka marrë përpara. Ky muaj është muaj për të treguar se kush jemi në të vërtetë dhe sa duhet ta ndihmojmë njëri tjetrin, sa duhet ta kuptojmë njëri tjetrin. Është muaji i empatisë. Është muaji i asaj që ne themi të kthehemi tek njeriu, ashtu siç e ka krijuar Zoti. Edhe njëherë dua t'ju uroj agjerim të lehtë, të pranuar dhe të shpërblyer nga Zoti i gjithësisë. Atëherë jemi përballë një faktit të cilin ne nuk kemi dëshirë ta kishim pas, por që mund të them procedurat shtetërore apo edhe procedurat e organizatës TIKA na kanë tej vonuar. Ne jemi shumë të indinjuar nga kjo situatë, sepse besimtarët me të drejtën e tyre na kanë kërkuar me këmbgulje që të kemi xhamin e hapur, një xhami historike e cila është unike në Shqipëri dhe ne jemi para faktit që ajo po bën 2 vjet e mbyllur. Kemi bërë të gjitha përpjekjet ne si myftini, por që nuk mjaftojnë përpjekjet tona, tashmë është topi në dorë të tjetër kuj, ku ne jemi në pritje. Për këtë muaj të Ramazanit jam detyruar të bëj një farë rregullimi momental, pra provizor, që ta hap për faljet e teravive, pra namazit në darkë, në mënyrë që të ul pak fluksin e xhamatit në xhamin në Shatpashaj, pra do jetë hapur për gjatë Ramazanit xhamia e Plumit edhe xhamia në Shatpashajt. Ndërkohë një mesazh për muajin e Ramazanit ka përcjell dhe imami i xhamis Hajredin Dizari, i cili ka uruar besimtarët për një agjerim të pranuar, paqe, shëndet dhe harmoni në familjet e tyre. Muaji i Ramazanit është mundësi për të gjithë ne që të afrohemi me Zotin. Është një shans, një ofertë për i krijuesit të gjithësisë që ne ta përmirësojmë veten tonë dhe të jemi njerëz më të mirë në këtë muaj të Ramazanit, që muaj tjetër të na gjejë të përmirësuar. Muaji i Ramazanit është një mundësi e jashtëzakonshme për ne që të afrohemi me njëri tjetrin dhe të jemi prej atyre njerëzve që falin dhe i mëshirojnë të tjerët. Thot profeti Muhammed në muajin e Ramazanit hapen dyert e qiellit, mbyllen dyert e zjarrit dhe prangosen shejtanët për t'i dhënë njeriu mundësinë për ndryshim. Zoti ju bekoft, Zoti ju lehtësoft agjerimin e këtij muaji dhe Zoti e pranoft ta adhurim prej jush. Besimtarët musliman nisin kështu muajin e madhërisëm të Ramazanit prej datës 19 shkurt, duke hyrë në një periudhë të rëndësishme adhurimi, reflektimi dhe përkushtimi shpirtëror, ndërsa muftiu ka konfirmuar gjithashtu se gjatë gjithë këtij muaji, xhamia e Plumbit do të qëndrojë e hapur për besimtarët për faljet e mbrëmjes. Vjojme të tjera informacione në bashkinë Selenis, po zbatohet projekti për rehabilitimin e banesave të dëmtuara që paraqesin rrezik shembje. Në Drashovic, Aleksandër Lika është një nga përfituesit e projektit, i cili thotë se punimet në banesën e tij janë kryer pa cilësi, ndërsa sugjeron formën monetare të fondit që përfituesit të realizonin vetë punimet për më shumë cilësi dhe kontroll mbi investimin. Në bashkinë Selenis po zbatohet një projekt që synon rehabilitimin e banesave të dëmtuara, të cilat paraqesin rrezik shembjeje. Nga ky projekt kanë përfituar disa familje me shpresën për të përmirësuar kushtet e tyre të jetesës. Blu Televizion ka udhëtuar drejt fshatit Drashovic për të parë nga afër mënyrën se si është realizuar ky investim. Aty takojmë Aleksandër Likën, një prej përfituesve të fondit, i cili shpreheti pa kënaqur me cilësinë e punimeve. Lika tregon se firma që ka realizuar projektin i ka zvarritur punimet për një kohë të gjatë dhe në përfundim të tyre janë konstatuar mangësi serioze në cilësi. Sipas tij, pllakat nuk janë shtruar në nivel, ndërsa parvazët e dritareve janë lënë pa u suvatuar. Ai shton se fondi ka qenë i pamjaftueshëm për rikonstruksionin e plot të banesës, çka e ka detyruar të investojë të ardhura nga familja e tij për të përfunduar rehabilitimin e shtëpisë. Për Likën do të ishte më e drejtë që fondi të jepej në formë monetare, në mënyrë që përfituesit të realizonin vetë punimet duke garantuar më shumë cilësi dhe kontroll mbi investimin. Zoti Aleksandër Lika Drashovic. Si projekt më duk shumë i miri, po jam i pak kënaqur nga firma. Firma 7 vëllezër. 7 vëllezër. Punimet që bën në zgjatën 8 muaj. Nga jetë qershori deri bën llogari 8 muaj. Deri para 10 ditësh, 15 ditësh. Punimet nuk i kanë mbaruar. Punën që kanë bërë nuk e qaj, po që nuk i mbaruan. Nuk i mbaruan, për këtë janë pak kënaqur. Shikoni vetë. Ka vojtur staj dyrve, shiko tani çfarë bëni. Hangri këtu e puni vetë.
plus. Corriere tavane falciura. Corrisa të bëna me kohën djali. Tjetra. Plakat. Shikoje, si luaj. Ja, shikoje. Shikoje, plakat. Një. E dyta, pa me nivel. Shikoje nga dora. Nga dora. U thash a ditë fillon punë, i ktheva 2 herë, nuk ishte sallam për të qenë. Tjetra, urdhëroni brenda. Plak mermeri nuk më shuar. Nuk të gënjej dot në preventiv, se kam bërë dhe preventiv, të rgoju dhe preventiv. Tavën këtu, edhe dritarja banjës në një dhurë tjetra ndeja. Për mua ishte shumë më mirë që unë ato aparat i merja vetë dhe ti konsumoja vetë për ndërtimit e shtëpisë do bëja. Pse? Do mirja një privat, do mi marrën të punë sa më shpejt. Ata më ka zgjatur 8 muaj. 8 muaj unë ka fletur në një kuzhinë 3x3. Me gjithë gruan të smur nga zëmra 2 koronare. Me gjunjë nga, si i thonë asaja, reumatizma. Me tension. Gruja. Tani kam 5 ditë sot, je kam rrisë në Greqi të djemët, për të bërë këto të zëmës e këto. Më kanë ardhur, nuk e di, kam folë dhe njëherë me kryetarin e bashkisë direkt në antë kryeplakut, për ankesën që bëj sot, dhe më tha kryetari i bashkisë, neve nuk e komandojmë do, tha, ma se kanë edhe drejt, po kemi detyrë të i blokojmë fondin. Në qoftë se nuk janë të rregullt. Për mua nuk janë të rregullt. I ka kaluar fondi, apo si ka kaluar nuk di gjë, se ata kanë gati 3 muaj pa ardhur, punimet si shtash me mbaroj djali. Kanë ardhur, jo një herë, por 3 herë. Kanë ardhur, i kanë ndjekur punimet, nga bashkia me kënaqur, nuk the po këtë ta thash që këtë më tha kryetari, po për mua jam shumë i kënaqur nga bashkia. Pavarësisht se fondi ja kaloi asaja, firmës se s'ma kaloi mua. E mira si ishte aty, ishte ma kaloi mua. Si shtash do mirja punëtor privat, ushtarë privat, e mbarojnë sa më shpejt. Ja ka kaluar fondi bashkia firmës, ja ka kaluar nuk të them dot. Edhe pas përfundimit të punimeve nga firma fituese e projektit, Aleksandër Lika tregon se tualeti i banesës ka mbetur ende i parahabilituar. Ai paraqet gjendjen aktuale të tij duke theksuar se ndërhyrjet kanë qenë të pjesshme dhe jo të plota. Mes që të bëj një banjo. Janë dhe punimet e banjos. Pashtur kur tavani, që ka firma për sigur. Po për këtë u thashte vetë, do ma lini kështu se do shtroj tubat e banjos, e do ta bëj vetë. Po tavaj ma lan pa timuar. E hodhën dhe ja që e kanë. To janë ankesat e mia. Në fshatin Drashovic, por dhe fshatra të tjerë të bashkisë Selenic, kanë qenë të shumta familjet që kanë aplikuar për të përfituar nga programi i rehabilitimit të banesave. Një pjesë kanë fituar, ndërsa të tjerë janë skualifikuar nga procesi i përzgjedhjes, por dhe fituesit, ndonse mund të quhen të privilegjuar, sërish janë të pakënaqur si nga zvarritjet, ashtu dhe nga cilësia e punimeve. Si rrjedhori e motit të keq të detit me dallë, pllakat prej betoni përgjatë shëtitores Lungomare janë dëmtuar. Qytetarët që frekuentojnë këtë zonë tregojnë se një pjesë e dëmtimeve në shëtitore vjen sigurisht nga moti i përkeqësuar, po pa lënë mënjande cilësinë e ndërtimit të saj. Si rrjedhoi e motit të përkeqësuar dhe detit me dallë, pllakat prej betoni përgjatë shëtitores Lungomare në Vlorë janë dëmtuar. Tek fushat e sportit thuaj se pjesa më e madhe e pllakave kanë dalë nga vendi duke përfunduar disa metra më poshtë. Ata të cilët e frekuentojnë këtë zonë tregojnë se një pjesë e dëmtimit në këtë shëtitore vjen sigurisht edhe nga moti i përkeqësuar, por pa lënë mënjan edhe cilësinë e ndërtimit të saj. Qytetarët thonë se gjendja në përgjithësi e Lungomares nuk është ende aty ku duhet, ku ka nevojë për shumë përmirësime, kryesisht në mirëmbajtje. Sipas vetë qytetarëve, shëtitoria duhet të jetë në gjendje sa më optimale për pranverën dhe nisjen e sezonit veror. Dhe rregulloj, besoj. Apo ja. Po dimri s'është për shëtitore, për faqe të zezë, po patjetër. Po kur të vi vera, besoj. Shumë mirësh, më mirësh. Po ala nuk ka fillu pastrimet me pastru këto. Se ka qenë kohë e keqe dhe tash besoj ato ndërmarrje gjibrimi do ta pastrojnë këtë. Po mur gjithë dhejtu, ja, si të të jo, mirësh, nuk është keqe, unë atë fushën e basët të nisit atje, kam bërë rregullime, kam bërë shumë.
Kanë lënë këtë fushën tu pa marru atë fushën aty. Atë pisën e kanë lënë aty, kanë 6 muaj deri ashtu. Po ka shumë përmirësime. Kështu gjendja përgjithësi është mirë. Plazhi do rregulloj çik mirë. Do si them mua do hodh rërë. Si udhë të rërë atje. Ka rërë sa dush deti. Po nga moti nga zhvendor më se do mirëmbajtje gjithmonë. Mirëmbajtje. Po s'pate mirëmbajtje do të ketë si është për shembull pushetat se kështu. Këto riparimet, kanalizimet, këto duhen mirëmbajtje që se po s'pate dhe kanalizimet ti bytet gjithmonë. Duhet përmirësojnë që kanalizimet që mos byten më të çoku. Po unë bytëm s'ka kuptim këto tjerë. Pazitëve me rreshje shiu dhe moto të përkeqësuar për gjatë shëtitores lungëmarrje në Vlorë kanë përfunduar edhe një sasi e konsiderueshme dherash dhe inertesh. Gjithashtu në shumë pjesë të saj është grumbulluar edhe ujë nga deti. Vija bregdetare e Orikumit është përballur pas ditën e së martës me një fenomen të pazakontë, teksa një val e fortë ujë ka goditur bregun, duke depërtuar në disa objekte përgjatë bregdetit, të cilat janë prekur drejt për drejt nga uji. Ndërkohë edhe në Borxh deti është ngritur në nivele të larta në lagjen turistike Shkallë. Deti tërbuar dhe me batica ka qenë gjatë gjithë ditës së martë dhe mbrëmjes në Borxh. Mbrëmjen e të martës batica arriti deri tek hotelet që ndodhen në lagjen turistike, që njihet edhe si Shkalla e Borxhit, për shkak të hoteleve që janë ngritur. Vija bregdetare e Orikumit është përballur pas ditën e të martës me një fenomen të pazakontë, i cili ka çuditur edhe një kohësisht ka trembur banorët e zonës. Gjatë orëve të pasdites një val e fortë ujë ka goditur bregun, duke depërtuar në zonat pranë vijës bregdetare. Si pasojë e kësaj situate, disa objekte përgjatë bregdetit u prekën drejt për drejt nga uji. Bizneset të ndryshme, kryesisht bare dhe restorante sezonale, janë rrezikuar për përmbytje, ndërsa edhe disa banesa u rrezikuan po ashtu. Gjithashtu uji ka depërtuar edhe në rrugën kryesore të zonës, në shëtitoren e Orikumit, duke vështirësuar qarkullimin e automjeteve dhe lëvizjen e banorëve. Sipas të dhënave paraprake, mendohet se fenomeni ka ardhur si pasojë e shkaqeve natyrore, konkretisht nga kombinimi i baticës me erërat e forta, si dhe detin me dallgë të larta. Këta faktor ndikuan në rritjen e nivelit të ujit, duke sjellë përmbytje të përkohshme në zonat më të ulta bregdetare. Banorët shprehen të shqetësuar për përsëritjen e situatave të tilla, sidomos në një periudhë kur ndryshimet klimatike po ndikojnë gjithnjë më shumë me intensitetin e fenomeneve natyrore. Ndërkohë, edhe në Borxh, deti është ngritur në nivele të larta. Deti tërbuar dhe me batica ishte gjatë gjithë ditës, madje edhe në mbrëmjen e të martës, edhe në Borxh, konkretisht mbrëmjen e kaluar, deti. Rreshjet e ditëve të fundit kanë shembur një segment rrugor prej 20 metrash në rrugicën e rikonstruktuar të fshatit Usoj, bashkia Mallakastër, ndërsa asfalti ka përfunduar në oborin e një banese private. Aktualisht rruga është e pakalueshme, ndërsa banorët e Usojës i tremben rreziku të shembjes edhe të segmenteve të tjerë. Rreshjet e ditëve të fundit kanë shembur një segment rrugor prej 20 metrash në rrugën e re të rikonstruktuar të fshatit Usoj të bashkisë Mallakastër, ndërsa asfalti ka përfunduar në oborin e një banese private. Rreshjet nxorën në pa atë që banorët kishin frikë prej kohësh, mungesë standardesh dhe të elementeve bazë teknik, si mos ndërtimi i mureve mbajtës për mbrojtjen nga erozioni dhe mungesën e kanaleve kulluese ansor. Rishqitja e asfaltit ndodhi rreth orës 11 të ditës së dieshme, duke rrezikuar banesën e familjes Kamaj. Fatmirësisht në ato momente nuk ka qenë asnjë nga anëtarët e familjes në oborin e banesës, thot Bektash Kamaj, ndërsa thekson se për shembjen e rrugës është njoftuar nga prindrit e alarmuar. Më kanë lajmëruar prindrit dhe më kanë thënë për pjesën e murit që na ka rënë. Kjo është një fatkeqësi natyrore, nuk është faj dikujt. Na kanë shkëputur energjinë muri që ka rënë. Kam ardhur, kam parë, nuk ka dëm kështu brenda banesës, thjesht vetëm inertet janë ngjitur mbas murit të shtëpisë. Kemi njoftuar bashkinë, kryetarin. Kanë ardhur gjithë dije, kam bllokuar rrugën vetëm prindrit dhe fëmijët. Në atë moment, falë Zotit, nuk ka pasur ato mjete, rruga që janë shi, nuk kemi pasur dëme, me thënë të vërtetën. Ne jetojmë 8 persona, prindrit, fëmijët dhe ne vetë 2, burrë e grua. Para 10-12 vitesh është bërë ndërhyrje në shtëpi. Shtëpia është e vjetër, një mbi 100 vjeçare, është 30 vjetër. Me thënë të vërtetën, nuk e kishim menduar ndonjëherë. Kjo është një fatkeqësi natyrore, nuk është faj dikujt. Nuk ngarkojmë dikë me faj.
Aktualisht rruga është e pakalueshme, ndërkohë që përgjegjësi i infrastrukturës në drejtorinë e Bashkisë Mallakastër Kasëm Saliaj se është duke u punuar për pastrimin e inerteve nga obori banesës dhe është lajmëruar firma zbatuese e projektit, e cila pritet të ndërhyjë ditën e nesërme. Rreth orës 11 sapo kemi marrë informacionin për pjesën e dëmtuar këtu, kemi ardhur bashkërisht me drejtorinë e ndërmarrjes, kemi marrë masat për të eliminuar kalimin e mjeteve dhe për fat të mirë që një fat i madh që nuk ka kaluar asnjë makinë ato momente. Kemi marrë masat që shikoni edhe vetë kemi vendosur shiritin e sinjalizimit, në një njëjtë kohë kemi derdhur edhe çakullin dy anë të rrugës për ta përforcuar këtë sinjalizim. Mbas kësaj, mbasi morëm këto masa, njoftuam drejtorin, komunikoi me EPRO-in e tij, kanë njoftuar firmën dhe brenda ditës sot do vinë, do bëjnë konstatimi dhe nesër sipas informacioneve që kam do të vinë do filloj punën për të ndërhyrë brenda mundësive që na lejon edhe vetë terreni, sepse edhe terreni siç e shikoni është shumë i vështirë. Një fat i madh është që nuk ka pasur njerëz në atë moment brenda në objekte, nuk kemi njerëz të lënduar. Arsyeja ju e shikoni vetë, relievi është grillë në dy anë, edhe poshtë edhe lart, dhe është vetëm për shkak të lagështirës se nuk ka. Dhe për fat të madh të këtij projekti, kjo nuk është rrugë e re që ti themi gjëra siç janë, është revizicion dhe ishin planifikuar vetëm stresat, se nuk është rrugë e re. Kjo është rrugë ekzistuese, si fshat. Nuk ka në investim të madh. I dham zgjidhje nëpërmjet këtyre shenjave të sinjalizimit, sepse ky është një fat që komunikohet si në hyrje dhe në dalje, me fjalë vetë fshati ka zgjidhje për të komunikuar me mjetet, dhe mendoj që brenda ditës nesër do vijë edhe firma për të vazhduar punën për të eliminuar këtë si defekt. Ndërkohë banorët e Usojës nuk fshehin zhgënjimin për rrugën e Shembur, e cila sipas tyre rrezikon edhe në segmente të tjera. Po si të trema hapur këtu normale, ja tani është hapur kanale, ka hapur vetë ai boti aty. Si mos të travesh, edhe këtim atan ka marrë çarja jo, rruga është pa kanal. Një vend që kalon për tek Varrezat, që ne vëm te Varrezat, një ditë gjithë do vëm atje, nuk i kanë vënë një tubo. Të kaloj ujë. Si mos të shemet, është bërgati na krau poshëm, po iku na krau poshëm, ledhi iku e gjithë rruga. Ne kemi shpirt lart, na kanë premtuar për të bërë muret atje dhe nuk i bën, jo këta të partë, dhe nuk na kanë bërë muret atje. Çfarë themi mëne? Është rrugë e re, po rrugë ekzistuese. Kjo rrugë ekzistuese vëlla, nuk është rrugë e re. Është rrugë ekzistuese, ka qenë rrugë me taban, jo rrugë kështu. Tani se si iku, nuk e dim. Këtë ujtë e ka hequr, s'vet fjalë fare që ujtë i gjithë këtu, vjen qandë ka ardhur ujtë këtu, e ka ikur, urreq, iku. Normale, pa kanal nuk bëhet asnjë rrugë, unë punoj, ja shtetit punoj, me rrugët punoj, edhe kështu jo. Pa kanal rruga normale. Gjadim, o bëni tamam ose lëreni. Nuk kemi thënë mund gjatë e tej, se kjo ka shkare, i kemi pasur probleme të mëdha këtu ne. Pra edhe më përpara ka pasur kemi pas shumë problem, deri atje që do të mur. Nuk kemi thënë atje bida e dimneka dhe na i bashkisë. Prandaj shteti të dhari dorë këtu. Se nuk kështë rrugë, po të bë mur, prap do voj shteti këtu. Se kjo ka ujë, shkem ka ujë. Ja kjo që me mur këtu. Pati ai kunati Gjafa Qedës. Do me gegeja i lirë qedë këtu. Ja muri. E more me skrep, e rëzuon, nuk e bëm prap. Ne kemi thënë bej. E bëm këke, na thoshe 1 kilo. Se e din vetë. Si mundim ja këte kam bërë. Kemi frikë do i kim shati tërë, të themi hapur neve. Nash milicatorën edhe kemi kojtu, tu do i kim shati gjithë. Unë po bëj ka që 10, ja të kam shmin atje, u kam kojtu komisionë, tërë kam naun atëre, kam dokument. Ti e di vetë, ti ke aty dokument. Ja ku kam shitë, urdo shikoni edhe me gjithë sjerë. Problem jemi shumë këtu, qoj moqare, shkuj. Prandaj shikoni edhe veproni mirë se kjo do shkath prap. Këte e them me përgjithësi, janë 76 vjetë, dhe që unë kam haja në pashpi porrim e qira. Kam 8 vjetë e 2 që ka dokumentatia. Ajo do mur. Ata që bën rrugën ta kishin bërë murin. Ja. Për këtë. Se do kalojmë këtu, hardie kalova këtu, në tash kjo do bjeri tashun, do bjeri kjo se kishte bërë grop vendi. Ajo ra, ja. Rruga është pa kanale gjithë vëllezër, pikë. Kanalin e donar. Gjithë rruga që është bërë. Ata bërë kanale zvënë më tre. Pra është pa standard e sipas jush. Po është. Rrugë shkjo. Rrugë shkjo pa kanal. Ku do iki ujë pas pati kanale? Ai kur bie shiu kalon, i gjithë kalon në gjatë. Sot gjuna. Ata s'u kishin balli kishin. Ta rregullonin mirë dhe. Po që ka plas. Kjo është shibi sy dhe shikoj vet. Ç'të themi? S'ka asgjë. Vinë sa kalojnë të marrin normë në lekun ata e din, dhe ku vjen puna, urdo, gjuna. Po të kalojnë e makinë këtu, ona i fëmija, unë këtu, e unë kaloj me këtë, kunatën time këtu.
për dita. Parti e kaluar në këshira në Shkëmbej. Sot në shikoja. Është gjuna. Vini dorë, shumë faleminderit e juve, vini dorë se neve jemi në altë matë. Nuk ikim dorë. Segmenti rrugor prej 1.5 km është pjesë e projektit për rekonstruksionin e rrugëve në fshatrat Belistan, Usoj dhe Drenovere, punimet e të cilës u realizuar nga kompania Lazo SHPK, e cila u shpall fituese nga Bashkia Mallakastër. Do të ndalemi tek ekonomia. Pasturit kombëtar të dëgjesave për skemën kombëtare të 2026-s, Ministri i Bujqësisë Andis Salla në një konferencë për mediat ka bërë me di aksesin në financë për fermerët si dhe paketën e mbështetjes që përfshin skemën e investimeve, kredinë e putë dhe garancinë sovrane si instrumente konkrete për rritjen e prodhimit, formalizimin e sektorit dhe fuqizimin e produkteve. Nga 1 janari që të gjithë fermerët janë duke grumbulluar fakturat e tyre për të orientuar tregun dhe për të qenë ata pjesë e gjithë procesit në 10% të financimit të fakturës së tyre, sepse kemi pas një nga diskutimet ku rreth 10% e TVSH-s nuk është TVSH, është rimbursim i fakturës të 10% të cilët ato kanë për të depozituar çdo 6 muaj pranë tatimeve në mënyrë që të përfitojnë 10% të faturimit të tyre, ku duhet i depozitojnë tek tatimet, por edhe duhet i marrin nga bizneset, nga agroturizmat dhe të jenë pjesë e autofaturimit të tyre, në mënyrë që mos ketë ngarkesë edhe fermeri, edhe biznesi i cili lëshon autofaturën. Kjo është e rëndësishme sepse kemi pas dhe diskutime të kësaj natyre, por duhet që të gjejë rastin dhe të ftoj fermerat që të marrin të gjithë autofaturat e tyre dhe të jenë pjesë e kësaj pakete të rëndësishme për herë të parë brenda në këtë vit, në mënyrë që përveç përfitimit që do të kemi në paketën 5.2 miliard lekë në financimin drejt për drejt të tyre apo pjesën e pagesave direkte pranë AZHPR-s, por kjo është dhe një mundësi shumë e mirë që çdo faturim i tyre të kalojë në 10% të fakturës ku ne do t'i kalojmë në llogarinë e tyre. Do të marr një shembull, nëse një nga bizneset një fermer do të faturoj deri në fund të vitit 10 milion lekë të reja, ne do të patjetër kalon 1 milion lekë në llogarinë e tyre. Pra është shumë e rëndësishme për ta dhe për të kaluar ne në një fazë ku fermeri të ndihmohet të kaloj në një proces më të avancuar duke i mbështetur qeveria shqiptare me këtë mundësi kaq reale, pa kaluar në procedura, pa kaluar në aplikime, por thjesht në mbështetjen e tyre duke grumbulluar autofaturat. Dhe kjo na kalon në një formalizim shumë të mirë ku të gjithë fermerët duhet pajisen spaku me një numër nipti në mënyrë që të kalojnë në këtë proces të rëndësishëm duke përfituar 10% e fakturës tyre që do të çesin në çdo produkt të bujqësisë. Pra, kjo është e rëndësishme për të thënë, në mënyrë që fermerët të jenë të orientuar dhe të kenë një marrëdhënie midis qeverisë dhe sektorit privat të fermerëve. Ne duhet të them që garancia sovrane është një nga mundësitë që qeveria shqiptare ka akorduar një nga fondet prej 3 miliard lekësh në mbështetje të fermerëve ku një mbulesë e tyre deri në 70% kolateralit dhe me një normë interesi deri në 2% për të aplikuar që të gjithë bizneset bëhen pjesë. Nga 1 janari ne kemi ndryshuar dhe bazën ligjore që çdo fermer të aplikojë dhe me një numër nipti dhe bëhet pjesë e kësaj pakete që ne t'i mbështesim çdo ferm të rritet në kapacitet dhe të kenë ata mundësi që të zhvillojnë biznesin e tyre me mbështetjen e qeverisë, me mbështetjen e kësaj pakete dhe me aplikimet që do të bëjnë pranë AZHPR-s. Ne do të jemi pranë fermerëve për të mbështetur jo vetëm me këtë mundësi pakete që është e rëndësishme për ta që kemi pas edhe kërkesa ndaj problematikave që kanë hasur mund të themi në dëgjesat që unë kam bërë me fermerët, por edhe para pak ditësh bashkë me Ministrin e Financave dhe guvernatorin e Bankës Shqipërisë dhe disa nga
përfaqësuesit e bankave të nivelit 2. Kemi pasur një takim me ta për të diskutuar rreth këtij procesi të rëndësishëm në mënyrë që ne të kemi një qasje midis bankave, qeverisë, por edhe fermerëve. Duke pasur ne problematika ndaj fermerëve ku na kanë shprehur mënyrën e aplikimit apo procedurave të tyre, ne do të ndihmojmë edhe në mënyrën e aplikimit dhe qasjen që t'ja bëjmë sa më të lehtë fermerëve midis agropikave që ne kemi në gjithë territorin, por edhe pranë AZHPR-s që ne mbulojmë me numrin e gjelbërt që ata mund të telefonojnë dhe të kemi një akses ndaj tyre për të orientuar dhe për të lehtësuar procedurat që të marrin këtë paketë të vendosur nga qeveria shqiptare. Një ditë pas festimeve për 18 vjetorin e pavarësisë në Kosovë dhe protestës në mbështetje të ish drejtuesve të UÇK-s në Hag, kryeministri Rama ka ndarë në rrjetet sociale një foto domethënëse për të ndërlidhur bashkë këto momente të rëndësishme, ndërsa nuk ka thënë asgjë në postim duke lënë imazhin të flas. Një ditë pas festimeve për 18 vjetorin e pavarësisë së Kosovës dhe protestës në mbështetje të ish deputetëve të UÇK-s në Hag, kryeministri Edi Rama ndau në rrjetet sociale një foto domethënëse për të ndërlidhur bashkë këto momente të rëndësishme. Tre të rinj që mbajnë secili në shpinë nga një flamur të Shqipërisë, Kosovës dhe UÇK-s, një histori që s'mund të konceptohet të plot pa asnjërin prej tyre dhe një mbështetje e qartë siç edhe vetë kryeministri e ka shprehur vazhdimisht për ish liderët e UÇK-s, të cilët përballen me akuza për krime lufte dhe kundër njerëzimit. Sot është dita e fundit e deklaratave përmbyllëse në Hag, ku Thaçi, Veseli, Krasniqi dhe Selimi do të mbajnë edhe një fjalim nga 20 minuta secili. Në juglindjet e Europës, destinacioni i ri po fiton vëmendje si alternativa më inteligjente dhe më shumë ekonomike, dhe kjo është Shqipëria, sipas revistës amerikane të udhëtimeve Travel Binger, ndërsa Riviera shqiptare konsiderohet si gjetje e re mes dheut. Pamjet ikonike të brigjeve italiane, fshatrat, pasteli dhe rrugicat me kaldrëm që ndodhen në mesdhe janë kthyer në ëndrrën e çdo turisti, por bashkë me popularitetin janë rritur ndjeshëm edhe çmimet. Sot pushimet në Itali shpesh shoqërohen me fatura të kripura, turma të mëdha turistësh dhe një përvojë gjithmonë e më të vështirë për të përjetuar në mënyrë autentike, shkruan Mattias Binder në revistën amerikane të udhëtimeve Travel Binger. Ndërkohë në juglindjet e Europës, një destinacion i ri po fiton vëmendje si alternativa më inteligjente dhe shumë më ekonomike, Shqipëria. Shqipëria renditet ndër destinacionet më të lira në Europë. Shpenzimi mesatar ditor për një turist arrin rreth $109, ndërsa me një buxhet ekonomik mund të udhëtohet edhe me rreth $44 në ditë për person. Në krahasim me Italinë, shpenzimet mesatare ditore kapin rreth $237. Një javë pushime në Shqipëri kushton mesatarisht rreth $762 për person, duke e përfshirë akomodimin, ushqimin, transportin dhe vizitat turistike. E njëjta periudhë në Itali arrin në rreth $1.656, diferenca gati 70% më pak për një eksperiencë të ngjashme mesatare. Një nga asetet më të forta të vendit është Riviera shqiptare, që shtrihet nga Vlora deri në Saran me mbi 120 kilometra vijë bregdetare. Ujërat e kristalta të Jonit, plazhet e paprekura dhe fshatrat bregdetar me atmosferë të qetë e kthejnë këtë zonë në një nga destinacionet më të kërkuara në Europën juglindore. Plazhet shqiptare krahasohen shpesh me ato të Greqisë apo të Rivierës italiane, por me çmime dukshëm më të ulta. Një drek me produkte deti, verë vendase dhe pamje panoramike kushton sa një vakt i zakonshëm në zonat më turistike të Italisë. Ekspertët e turizmit sugjerojnë ta vizitoni Shqipërinë gjatë sezonit maj, qershor dhe shtator, atëherë kur temperaturat janë ideale dhe fluksi turistëve është më i ulët. Flamurdari në basketbol për femra ka regjistruar një fitore të rëndësishme në Ligën Unike, duke hedhur një tjetër hap të sigurt drejt fazës finale të këtij kompeticioni. Ekipi vlonjat triumfoi në shifrat e thella, 106-71 në transfer ndaj ekipit Prishtina, në një përballje ku dominoi nga fillimi në fund. Flamurtari në basketbol për femra ka regjistruar një fitore shumë të rëndësishme në Liga Unike të basketbollit, duke hedhur një tjetër hap të sigurt drejt fazës finale të këtij kompeticioni. Ekipi vlonjat triumfoi me shifrat e thella 106-71 në transfer ndaj klubit të basketbollit Prishtina në një përballje ku dominoi nga fillimi deri në fund. Vajzat kuqezi zhvilluan një ndeshje të shkëlqyer duke marrë menjëherë kontrollin e lojës që në minutat e para me një ritëm të lartë, mbrojtje të fortë dhe efikasitet të admirueshëm në sulm. Flamurtari arriti të krijojë diferencë
të konsiderueshme që në pjesën e parë, duke mbyllur atë me avantazh bindës dhe duke mos e vënë asnjëherë në dyshim fitoren. Në pjesën e dytë, skuadra vlonjate jo vetëm që administroi rezultatin, por thelloi dhe më tej e përsin. Lojtarët e drejtuara me disiplinë taktike dhe shpirt gare treguan qartësisht superioritet ndaj rivaleve nga Prishtina, duke çuar diferencën në plot 35 pikë në fund të takimit, pavarësisht se ndeshja u zhvillua në parketin e ekipit kosovar. Flamurtari arriti të imponojë lojën e tij dhe të tregojë forcën që e karakterizon këtë sezon. Kjo fitore është një sinjal i qartë i ambicieve të flamurtarit që synon jo vetëm titullin kampion në arenën vendase, por dhe rikonfirmimin në ligën unike, ku mban statusin e ekipit fitues në fuqi. Me paraqitje të tilla bindëse, skuadra vlonjate dëshmon se mbetet një nga pretendentet kryesore për trofeun, duke konsoliduar pozitat në renditje dhe duke rritur besimin për sfidat e ardhshme drejt finales. Boksierët vlonjat të Flamurtarit kanë shkëlqyer në një aktivitet ndërkombëtar të zhvilluar në Tiranë, duke fituar kupën ndërkombëtare dhe duke konfirmuar rritjen e nivelit të boksit vlonjat dhe atij shqiptar. Trajneri i Flamurtarit dhe ekipit kombëtar të boksit Gëzim Zeneli e cilësoi aktivitetin më të rëndësishëm për zhvillimin e sportit. Boksierët vlonjat të Flamurtarit kanë shkëlqyer në një aktivitet ndërkombëtar të zhvilluar në Tiranë, duke fituar kupën ndërkombëtare dhe konfirmuar rritjen e nivelit të boksit vlonjat dhe atij shqiptar. Në këtë turne, ku ishte pranishme dhe kombëtare e Italisë, një nga përfaqësuesit më të forta në Europë, sportistët vlonjat që përfaqësuan Shqipërinë arritën rezultate të shkëlqyera. Titulli boksieri më i mirë ju akordua boksierit vlonjat Emanuel Koço, duke kurorzuar paraqitjen e tij dominuese në ring. Ndërkohë Kristian Koço arriti të fitojë vendin e parë në kategorinë e tij, duke i dhënë Shqipërisë një tjetër trofe të rëndësishme në këtë kompeticion, së bashku me sportistë të tjerë si Kristiani, por edhe Ariol Zeneli. Me këtë të fundit që fitoi në boksin profesionist ndaj një boksieri turk, ekipi kuqezi kontribuoi në suksesin e përgjithshëm të turneut. Sukseset nuk mungon as në nivelin profesionist, ku Ariol Zeneli arriti të triumfojë në përballjen e tij, duke treguar se boksierët vlonjat po afirmojnë gjithmonë më shumë edhe në arenën profesionale, ndërkohë që boksieri Kristian Koço ka konfirmuar dhe treguar rritjen e nivelit të tij dhe padyshim fitoren e trofeut, duke i dhënë mundësi Shqipërisë të dalë fitimtare përballë kombëtares së Italisë. Po, ne fituam vendin e parë kundër kombëtares italiane, ku morëm pjesë me disa bokserë nga ekipi Flamurtarit dhe pjesa dërmuese ishte pra ekipi Flamurtarit që ndikua në fitoren e Shqipërisë. Sa i rëndësishëm ishte ky turne? Ky ishte një turne domethënë mjaft i rëndësishëm, sepse ishin përzgjedhur bokserët më të mirë italian, ku erdhën kampionat e Europës, që u ndesh me Emanuelin dhe ishte bokseri më i mirë italian. Trajneri i Flamurtarit dhe ekipit kombëtar të boksit Gëzim Zeneli e cilësoi këtë aktivitet si shumë të rëndësishëm për zhvillimin e sportit, sipas tij përballja me një kundërshtar të forcë Italia dhe pjesëmarrja e një numri të lartë boksierësh nga vende të ndryshme dëshmon rritjen e ndjeshme të nivelit të boksit vlonjat dhe atij shqiptar. Siç e kemi bërë me dije që na keni ftuar në një emisionin tuaj para një jave, dhe u bë me dije që do të ishte kombëtarja italiane përballë kombëtares shqiptare. Dhe ne u përfaqësuam me boksierët vlonjat, kryesisht dhe boksierët të tjerë nga Tirana, Shkodra dhe nga gjithë Shqipëria. Ky aktivitet shkoi me shumë sukses, boksierët vlonjat bën një figurë të mirë, jashtëzakonisht mirë, kundrejt boksierëve italian dhe Manuel Koço doli kampion dhe mori kupën si boksieri më i mirë. Njëkohësisht edhe Kristian Koço përsëri doli kampion. U cilësua, këta u ndeshën me boksierat kampion e Europës të Italisë. Kurse Ariol Zeneli u ndesh me boksierin turk për boksin profesionist, me boksierin më të mirë turk, edhe që kishën edhe ai kampion e Europës, edhe fituan. Me fjalë, kjo ishte një augur i mirë, një sukses i mirë për qytetin e Vlorës, në sajt të stërvitjes i kemi bërë dhe të mbështetjes, si që bëra me dije dhe nga Bashkia Vlorë, kryesisht nga klubi i Flamurtarit, nga Lona Merka, që Lona Hasanaj, që u bëra me dije dhe në emisionin e mparshëm, që i qëndron pranë këtij ekipi dhe kur bëhen bashkë të gjitha, së bashku arrihen sukseset sa më të larta. Pretendojmë, tani kemi kampionate europian lojrat me zdeut, dhe themi në të ardhme t'i sjellim medalje këtij qytetit, se i kemi shumë borxhe këtij qytetit dhe duhet ja shpërblejmë. Turneu u zhvillua me 16 shkurt në Tiranë dhe u karakterizua nga një pjesëmarrje e gjerë sportistësh, përfshirë boksier profesionist nga vende të ndryshme, duke kthyer këtë aktivitet në një nga ngjarjet më të rëndësishme sportive.
Në 18 vjetorin e shpalljes së pavarësisë së Kosovës me një deklaratë publike ka dalë dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić. Mësohet se gjatë një vizite në Indi, Vučić tha se kutia e Pandorës e padrejtisë dhe shkatrimit të shteteve sovrane u hap me njëjën e të quajturës pavarësi Kosove. Në 18 vjetorin e pavarësisë së Kosovës me një deklaratë publike, doli edhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić. Siç raportuan mediat serbe gjatë një vizite në Indi, Vučić tha se kutia e Pandorës e padrejtisë dhe shkatrimit të shteteve sovrane u hap me njohjen e të quajturës. Është mirë të analizohet pas 18 vitesh se sa katastrofike ishin pasojat, jo vetëm për Serbinë, jo vetëm për rajonin, por edhe për Evropën dhe botën. Ato vendime tejet të gabuara. Si NATO ashtu edhe Evropa dhe Amerika në vitin 2008 dhe sigurisht edhe në vitin 1999 me vendimet e të fuqishmëve të cilët në ato kohë as nuk interesoheshin e për të drejtën ndërkombëtare. Ata mendonin se ishin të gjithëpushtetshëm e të plot fuqishëm e se ishin përfaqësues të Zotit, të cilët me mjetet, armët dhe pasurinë e tyre të madhe mund të shpërndanin drejtësi me zjarre dhe shpatë ashtu siç dëshironin. Ata duhet të shpjegojnë dhe të përdorin të njëjtat argumente që përdorën më 18 ose 27 vjet më parë. Është e qartë se fillimi i rënies së rendit botror ishte në atë periudhë midis viteve 1990 dhe 2008. Mund të flas edhe për gabimet tona në vitet 1990-2000 në angazhimin e pamjaftueshëm për konfliktet e brendshme që prodhuan tensione në atë kohë e kur nuk kishim një lidership mjaftueshëm të fortë për të mbështetur popullin dhe vendin e tyre. Ata shqetësoheshin vetëm për një lloj rezultati zgjedhor, por në fund të fundit kanë kaluar 18 vjet, çdo vit po bëhet më e vështirë, por ata nuk arritën ta thyenin Serbinë, tha Vučić. Ju falenderoj për vëmendjen, ju përshëndes, mirupafshim.